Do t'ju tregoj një ngjarje të vërtet që më ka ndodhur personalisht. Një histori që nuk e kam treguar kurrë. Pas një dreke të mirë dhe një kafe të ëmbël, ja vlen që sot pas disa viteve, pas sa vite kanë kaluar, shumë vite, do t'ju tregoj këtë histori. Ju kam treguar historinë kur unë isha në një ishull në Greqi dhe teksa më pa një agent i spektakleve, më tha që do më telefononte dhe pas disa javësh më telefonoi dhe shkova në Athinë. Shkova në Athinë, fillova të bëja spektakle në teatr e pastaj dal nga dal dhe në për televizione. Por unë do t'ju tregoj atë që nuk kam treguar kurrë, pra se si ndodhen ngjarjet në momentin që shkova në Athinë. Askush nuk të fal asgjë dhe askush nuk të jep një vend ku ti të flesh, të jep punë. Okej, por ai nuk do më jepte një vend ku të flija, pra unë ku do flija. Dhe kur kam shkuar për herë të parë në Athinë, kisha qenë në Athinë më përpara, por për herë të parë që do shkoja për të punuar në këtë teatr, ai më tregoi se ku do punoj. Në fakt unë ngrita herët shpejt në mëngjes, por sidoqoftë nga ishulli me anije sa shkova në qytet dhe nga qyteti shkova me autobus në Athinë, kaloj kohë dhe unë mbrita natën. Dhe atë natë kam fjetur në stacionin e autobusit. Pra fjeta brenda stacionit autobusit ishte plot me shqiptarë të tjerë që flinin, kishte disa që flinin aty prej kosh. Ua më zuri nata aty dhe unë doja të flija aty. Dhe kështu që fjeta në një cep. Të nesërmen që në mëngjes shkova, u pastrova, u rregullova, shkova në banjo dhe u ruajta, sepse isha 2 ditë pa ruar, dhe shkova sa po ishin bërë qimet atëre, se isha i vogël, isha 20 vjeç. Dhe shkoj te ky agenti, shkova i veshur mirë etj. Ku i lash rrobat? Ato pak rroba që kisha, ato çantë që kisha, e lash në një cep të një shkolle. Ishte një shkollë fillore, ose 8 vjeçare, nuk e di, dhe unë shkova në një vend pas kësaj shkolle, gjeta një vend aty ku kishte materialet vjetra që dukeshin që nuk kishin kohë, që nuk kishin lëvizur, dhe unë gjeta një vend aty dhe e çova aty çantën, dhe i hodha sipër disa deg dhe disa gjëra që nëse do ta gjente kush mendonte se ishte diçka e vjetër. Dhe shkova, por kur shkova te ky zotria, shkova si zotri. Pra unë shkova me bindje, si gjithmonë, me duar në xhepa, serioz, dhe biseduam se çfarë do bënim. Më shkoi tek teatri ai. Ai gjeti kohën e tij me shumë ngadalë, ne arritëm kohën e drekës. Pra që nga mëngjesi deri në drek, ai duke më treguar gjërat, unë kisha hallet e mia i shkreti. Megjithatë shkova, shkuam tek teatri, më tha se çfarë do bën teatri Kukullave dhe më tha se çfarë do të bën dhe do të bëja, dhe kështu me kalimin e kohës i thash, "Okej", me fjalë që do bëj atë që çfarë më thoshte ai. Unë në pasdite ika dhe mbaj mend që kam ngrënë 3 suvllaqe atë ditë. Kisha kaquri sepse gjatë rrugës hëngra pak. Dhe meqense isha i uritur dhe aty gjatë para ditës ai hante dhe pinte, çfarë do të qefi, se brenda kishte frigorifer në zyrën e tij. Mirë po, më thoshte, merr ndonjë gjë, unë më vinte zor. I thoshja jo. Megjithatë, ai më shumë pinte alkool. Por kur ika, për fjalë që me ora 2 3, shkova dhe hëngra 3 suvllaqe. Pastaj, pasi hëngra suvllaqet, shkova dhe takova disa shok që kisha një numër telefoni të njërit që jetonte në një hotel, dhe mora një shok në telefon dhe shkova, dhe ai jetonte në hotel dhe unë nuk mund të rrija në hotel me të. Dhe kështu që më tha, ka disa shqiptarë që jetojnë këtu afër, tha, njoh njërin prej tyre. Thash, ma tregoj tash. Dhe shkova te ky shqiptari, biseduam, dhe pasi folëm as 5 minuta, më tha, kur të duash, tha, hajde, tha, ti, tha, jemi plot, tha, po s'ka problem, tha, gjej një vend atje, tha, shtriu. Por tha, të mbash më tha që s'kemi me se të mbulojsh, tha, se gjithse kush ka marrë pjesën e tij. Ishte vap, sepse ishte gusht, por unë shkova, brenda në atë dhomë ishin 15-20 që ishin aty, po kishte edhe të tjerë që vinin, dhe shtrieshin të gjithë në këtë dhomën aty.
Ai që pagonte, se ishte njëri që pagonte për dhomën, ishte nga Fieri, një djalë fjerak, shumë djalë fantastik. Nuk jam mbaj mend mbiemrin, Fredi flisin, po mbiemrin nuk jam mbaj mend. Inshallah është këtu ai, mbaj mend që ishte pranë hotelit Elit. Kështu që nëse dëgjon këtë video, nëse edhe këto fjalë që po them, ky Fredi, nëse jeton dhe nëse i thoshim me të vërtet Fredi, se ndryshe do kush ndryshonte dhe emra, por unë dua ta falenderoj, sepse sidoqoftë nuk e takova më që atëherë, por dua ta falenderoj se sidoqoftë ai më dha vend ku të shtriesha, të flija ato net. Dhe unë kam jetuar aty për rreth 1 muaj. Po, por do të tregoj se çfarë ndodhi gjatë asaj kohe. Gjatë atyre ditëve njoha një vajzë, e njoha në autobus. Dhe ne duke si ishim afër, njëri tjetrit se kishte shumë njerëz në autobus, dhe prekeshim her pas here si bënim çunat e rinj, duke u prekur dhe unë me anën e dorës i prekja dorën asaj, dhe ajo buzëqeshi. Nejse, nuk e ngacmova më, po unë kur zbrita, ajo zbriti pas meje. Ika në një drejtim, po shikoja, po kthej kokën unë, kjo ishte pas meje. I fola dhe filluam që të njiheshim. Dhe ishte shumë vajzë mirë, dhe kaluan ditë. Më thoshte ku jeton, e unë i thosha në një hotel, te hoteli Elit. Ajo kishte marrë telefon disa herë aty, i thanë ata, unë e kemi klientë, nuk e kemi dëgjuar të emrat, apo kemi klientë se atëre na thoshin emrat tjerë, edhe unë kisha një emër tjetër. Kështu që i thash emrat tjerë. Megjithatë, kur kaloi një ditë, kaloi 2 dhe takoheshim për ditë. Se unë s'kisha çfarë bëja ditën. Unë shkoja në teatr, bëja spektaklet gjatë ditës, vetëm sorolatesha, nuk doja të rri atje brenda, sepse vinte një herë atje brenda një banjo e vetme dhe trokisin çdo 3 sekonda, sepse një banjo ishte, kush do shkonte më përpara. Dhe ata që e zinin ndonjëherë banjon aty, të shpëtonte në brek dhe ti nuk ishe kohë. Dhe kaloi një ditë, kaloi 2, dhe kjo shpeshherë më pyeste, se po më shikonte që unë ndryshe 2 rroba kisha. Me një fjalë, njëherë vendosja veshja njëherë tjetër. Kisha mbaj mend një këmish dhe një palë pantallona jeans. Ato visha se unë kisha frikë, jo kisha frikë, por në mbrëmje bënte freskët dhe unë visha bluzën e bardhë poshtë me mëngë të shkurtra dhe këtë këmishën prej jeansi sipër. Ishte këmish jeans. Dhe me këtë visha si visheshin grek të rinj atëre. Dhe kur kaloi një ditë, kaloi 2, dhe kjo më shikonte me të njëjtat rroba. Një ditë thash unë vetë se unë gjën që kisha kryesore laja dhëmët për ditë. Mëngjes drejt darkë gjithmonë laja dhëmët. E kisha fiksim, nuk e di pse. Dhe kur një ditë s'kisha larë dhëmët, edhe i kisha me vete, se i mbaja gjithmonë me vete, ku nuk nëse do lajsha, nuk mund t'i lija atje ku tek shtëpia, se ishte larg. Dhe laja dhëmët ku do qishja, në një banjo apo ku do qishja. Dhe atë ditë i thash asaj, do shkoj të laj dhëmët, mos, thash me veten tim, pse i thash kështu. Dhe shkova dhe lava dhëmët. Dhe kjo u çudit. Si ko ky me këtë pastën e dhëmbëve këtu dhe me këtë furçën, si ka mundsi. Dhe një ditë kjo më tha, shiko, tha, javës tjetër do vemi në një koncert. Hajde, i thash, jo, nuk vi në koncert. Kjo insistoi dhe tha, shiko, tha, do vishta, do të paguajmë biletën. Ti mjaft të vishesh mirë, tha, edhe unë do vi, tha, do vemi bashkë edhe më dha një orar. Me fjalë, ajo s'kishte makinë, por do venim, do gjendeshim diku dhe do ikim bashkë me autobus në darkë. Dhe unë sapo kisha, ishte një ditë që sepse i thash që punoj dhe në darkë nuk ka shfaqja, zakonisht e teatrit ishte në orën 6:30 në darkë gjithmonë, se ishte për fëmijë. Nuk ishte në mbrëmje, si bën në Itali për shembull. Dhe unë një ditë i thash, okay, thash, këtë ditë mund të vi, që t'isha i lirë, se kishim ditë pushimi. Dhe shkoj me të, isha veshur me të njëjtat rroba. Pra me xhinsa ato kisha më të mirat.
gjinse, këmish gjinse dhe pantallon gjinse. Ajo mbeti pa fjalë. Dhe nuk e keni iden se sa u acarua. U acarua, shi tha i vishi shu, tha, unë jam vishur mirë, tha, ku do vemi? Lërem, tha mua, nuk do shkojmë në asnjë vend, tha. Edhe pse kam paguar bilet, tha, vetë jap ato bilet, tha, nuk do shkojmë në asgjë. Pse i thash, hajtë shkojmë? Po jo, tha, se ti nuk e ke iden, tha ti, tha, nuk janë shqiptar ata, tha. Nuk e ke iden se si vishen aty, tha. Ti, tha, të paktën të vishesh, tha, me një xhaket, tha, një. Unë e kisha aty në gojë që ti thoshja, ku i diti hallet e mia? S'kam xhaket. Dhe nuk i thash asgjë. Nuk i thash sepse çfarë ti thoshe? Nuk mund t'i thoshe që unë jam i varfër, unë kam probleme, edhe jam pa dokumenta, nuk mund t'i thoshe. Dhe si përfundim, ajo u acarua dhe nga i moment ishin ja 2-3 ditë që nuk flisnim. Një ditë unë e mora në telefon, se ajo s'kishte ku të më merrte në telefon. Unë e merja në telefon, kishte telefon shtëpie, jo kështu. Dhe marrë në telefon. Desh zoti që ajo atë ditë nuk ishte aty, sepse unë pas 2 ditësh më erdhi ajo dëshira, thash do ta marr, thash, se ku e ka, s'ka faj ajo, e do t'i tregoj. Mora në telefon, ajo nuk ishte në shtëpi dhe ishte gjëja më fantastike. Por pas disa muajsh, unë ika, sepse si që dini gjithë, pastaj erdha në Itali. Dhe në vitin 2005 shkoj në Greqi. 2005. Unë kisha qenë atje në me fjalë kurika, ishte viti 1992. Dhe në vitin 2005, kur shkoj në qendër të Athinës, nuk më vjen tani, në Omonia, rastësisht, nuk e di pse, mu tek vitrina e poshtë në Omonia, tek vitrina e një dyqani, ku shikoj unë, ishte ajo. Ktheu kokën, po më shikonte. Po unë kisha ndryshuar, sepse përveç se kishin kaluar vite, kisha flokë të gjata, isha le temi zbukuruar me një veshje ndryshe dhe i fola. I thash, më mban mend, i thash, po më shikonte. Unë tha ti njoh zërin, tha, po nuk po më kuptohet, tha. I thash unë jam, thash, ai tipi, thash më që. U bë 2 verdh, po më shikonte. Po ti, tha, ku jeton, i tha. I thash, do të tregoj historinë time, thash unë, në pak kohë. Hajde më thamu, hajde të flasim, tha, hajde do flasim. Edhe shkuam që të hanim sushi. Ëngër sushi në një ato vendet e vogla aty ku ani sushi, ishte një dyqan i vogël sushis me disa japonez, dhe duke ngrënë sushi filluam që të flisnim. Unë kisha makinën që kisha lënë në një vend, që kisha frikë se mos ma merrin aty me këto karatreci, dhe nuk kisha shumë kohë, po megjithatë ndejta dhe i tregova. Kur i tregova të gjithë historinë, unë prisja që ajo të qante, prisja që të mallëngjej, prisja që të thoshte, ua, çfarë historie, sepse unë nga një lypsar, si mund të themi kështu, se ashtu ishim në atë kohë, të atyre viteve, ose më mirë nga një kamerier në një restorant, shkova në Athinë, punova në teatr, pastaj fillova në televizion dhe pastaj erdha në Itali dhe fillova televizion në Itali. Pra u shndërrua jeta ime totalisht. Dhe në vend që të krenohej ajo me atë që bëra unë, ajo sikur u pezmatua, po sikur i kishte rënë bomba në shtëpi, sikur i ra flama. Megjithatë më bëri përshtypje sepse ndryshoi shumë. Ndryshoi në vend që të ishte e krenuar, ajo ndryshoi sikur të kishte ndodhur diçka e rëndë. Megjithatë mua pak më interesoi, sepse unë i thash të vërtetën, i thash kush isha, i thash se çfarë jete kisha, dhe që i thash që unë jetoja në një vend ku unë s'kisha një vend ku të flija. Kështu që si do të shkoja unë të blija kostume apo të shkoja për darkra apo në vende të rëndësishme me të. Kështu që njerëzit zakonisht gjykojnë jetën e tjetrit, por askush nuk i di hallet e njërit apo tjetrit. Megjithatë do dëshiroja një komentin tuaj të kësaj historie apo të historive tuaja, nëse
kur keni qenë, për shembull, kush ka qenë në Greqi, në Itali, apo kudo që keni qenë në vende të tjera të botës, histori të ngjashme me këtë që ju ka lënë mbresa. Kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj.